Kosova ka qenë sot temë e bisedimeve në takimin e NATO-s në Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se aleanca e inkurajon Beogradin dhe Prishtinën që të angazhohen në tryezën e bisedimeve për të gjetur zgjidhje afatgjatë për situatën në veriun e Kosovës. Ai bëri këto komente në përfundim të takimit dyditësh të ministrave të mbrojtjes të NATO-s, ku është arritur marrëveshje që prania e forcave paqëruese në Kosovë të mbetet e pandryshuar përderisa në veriun e saj vazhdon të mbetet një situatë e brisht e sigurisë. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë atje Besim Abazi. Ministrat e mbrojtjes të vendeve të NATO-s janë pajtuar për vazhdimin e pranisë aktuale të forcave paqëruese në Kosovë dhe kanë bërë thirrje për zgjidhje politike të situatës në veriun e Kosovës. Në përfundim të takimit dyditësh të ministrave të mbrojtjes në Bruksel, sekretari i përgjithshëm i kësaj aleance Anders Fogh Rasmussen tha se viti 2011 ishte sfidues për misionin e NATO-s në Kosovë. Por sipas tij trupat në terren e bën punën shumë mirë duke vepruar me vendosmëri, kujdes dhe në mënyrë të paanshme. 10 pjesëtarë të KFOR-it u plagosën vitin e kaluar gjatë përleshjeve me protestuesit serb që po mbajnë të bllokuara tash një gjysmë viti rrugët në veriun e Kosovës në kundërshtim të shtrirjes së autoritetit të Prishtinës në atë zonë. Sekretari Rasmussen tha se situata në veri ende është e brisht dhe lëvizja lirë është e kufizuar. Our goal remains unchanged. A safe and secure environment for all the people in Kosovo. Qëllimi ynë mbetet i pandryshuar, një mjedis i qetë dhe i sigurt për të gjithë në Kosovë dhe rivendosja plotë e lirisë së lëvizjes. Për këtë duhet ruajmë praninë aktuale të KFOR-it. Ne do ta shkurtojmë atë vetëm nëse këtë e lejojnë rrethanat dhe kur vjen koha e duhur, tha zoti Rasmussen. Aktualisht rreth 5800 trupa shërbejnë në kuadër të KFOR-it në Kosovë dhe zhvillimit e muajve të fundit ndryshuan planet për shkurtimin e tyre. Sekretari Rasmussen tha se situata aktuale në veriun e Kosovës nuk mund të zgjidhet vetëm me mjete ushtarake. So we encourage both Belgrade and Pristina to engage at the negotiating table. Për këtë arsye ne inkurajojmë Beogradin dhe Prishtinën të angazhohen në tryezën e bisedimeve për të gjetur zgjidhje afatgjate, sepse askush nuk mund të përfitojë nga tensionet e kaluara, tha zoti Rasmussen. Por përpjekjet për vazhdimin e bisedimeve kanë ngecur për shkak të mospajtimeve të Prishtinës dhe Beogradit lidhur me pjesëmarrjen e Kosovës në forumet rajonale dhe ndërkombëtare. Beogradi, i cili kundërshton pavarësinë e Kosovës, ngulkëm që kjo të ndodhë në pajtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ndërsa Prishtina hedh poshtë një mundësi të tillë. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në bisedime të Kosovë-Serbi, Robert Cooper, ka paralajmëruar vazhdimin e përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Diplomatët po nxisin vazhdimin e bisedimeve para se Bashkimi Evropian të diskutojë në fund të muajit shkurt mundësinë që Serbisë t'i japet status si vendit kandidat. Serbia dështoi të marrë këtë status për shkak të zhvillimeve në veriun e Kosovës, ku përfaqësuesit e serbëve kanë paralajmëruar për mesin e këtij muaji një referendum në cilin qytetarët atjeshëm do të deklaroshin nëse duan apo jo të pranojnë institucionet e Kosovës. Ky referendum është kundërshtuar nga presidenti i Serbisë Boris Tadić, i cili ka hedhur propozimin për një zgjidhje të veçantë për veriun e Kosovës. Plan ky që është kundërshtuar nga Prishtina, e cila hedh poshtë çdo mundësi të trajtimit të veçantë asaj pjese të Kosovës, ndonse nga Bashkimi Evropian është kërkuar përgatitjen e planit gjithëpërfshirës për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.